Sonde do të merremi me Nazim Bllacën, agentin e veçpallur të Shikut, që me dëshminë e tij ka futur në burg disa persona, jo pak të rëndësishëm. Opinioni në Kosovë kishte filluar të harronte atë deri pak ditë më parë kur në media dolën disa emailë të shkëmbyer mes tij dhe prokurorisë serbe për krime të luftës. Në dokumentarin në dorë të Nazimit ne ndërtojmë një profil të këtij personi shumë interesant. Publikojmë për herë të parë të gjithë shkëmbimet mes tij dhe prokurorëve serb dhe njëkohësisht shpalosim detaje se si ai mundoi të rekrutonte dëshmitar në Kosovë për llogaritë e Beogradit. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin. Vllaz, ke kujdes, duhet largosh nga Kosova. Plumin e kjofë. Vrasje, plagesa, kërcënime, shantazhe, rroje brutale. Të shkruan për gazeta. Nuk ka lidhje. Ja dhe kush ka më besue. Jo është fjala për vrasje, plagesa. Fillimisht qeshen me të. Pastaj e injoruan. Kur asnjëra prej këtyre mjeteve nuk dha efekt, filluan ta luftojnë. Në fund fitoi Bllaca. Mirëpo, ky fund nuk ishte përfundimtar. Lufta e tij ndaj eprorëve më të lartë të UÇK-s nuk ka të ndalur. Parafërsisht bëhet fjalë për 17 raste. Sa ke realizu? Jo është fjala për vrasje, plagesa, kërcënime, shantazhe, rroje brutale e tjera. Me dëshminë e tij sot janë në burg Fahredin Gashi, Shpresim Uka, Dritan Hajdari, Sadik Abazi dhe Shaban Syla. Kurse Bekim Syla gjendet në Arati. Përpjekjet për ta shpallur person me tëmeta mendore nuk u morën parasysh prej gjyqtarëve dhe prokurorëve të Uleksit. Për më tepër, pozicioni i Bllacës prej vitit 2008 deri më tash ka qenë diçka në mes të prokurorit dhe dëshmitarit. Në kushte normale, pasi të kryhet një krim, prokurori duke ndërtuar rastin fillon i gjen dëshmitarët. Ky rregull nuk vlen në rastin ton. Është Bllaca që ndërton rastin dhe e gjen prokurorin. Për drejtësi në Kosovë flitet sikur për ndarjen e epokave, para daljes së Nazim Bllacës dhe pas daljes së Nazim Bllacës në skenë. Thuhet se Bllaca ka qenë duke bashkëpunuar me prokurorët ndërkombëtar që prej përfundimit të luftës, por ai kishte shpërthyer në publik pasi që dikush e kishte sulmuar natën në shtëpi. Këtë sulm Bllaca e kishte konsideruar si akt të shpalljes së luftës.
ftesës për luftë, ju përgjigj me kënaqësi. Ky profesor i gjeografisë nga fshati i Ribar i komunës së Lipjanit.